Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit maj për shenjën e ujorit. Ujor java e parë e maj do t'jetë një javë me energji shumë të fortë, shumë intensive. Ju shoh me shumë zjarr së brendshmi, me një dëshirë për të shpërthyer, sepse do të krijohen situata të cilat mund të ndjeni të fyer, mund të ndjeni të ngacmuar, të provokuar, mund të ndjeni xhelozi, mundet edhe të ndjeni inat, por nuk do ta shprehni këtë gjë, do ta mbani së brendshmi. Dhe do mblidhet ajo së brendshmi. Do thoni nga momenti në moment do shpërthej, po se kur do shpërthej nuk e di. Kaq shumë të acaruar ju shikoj në javën e parë. Kjo ndodh edhe sepse Marsi, planeti që lidhet me agresivitetin, me atë shpirtin luftarak, me marrjen e iniciativave, me ballafaqimin, është në shenjën e Luanit në maj, që është komplet e kundërta, është shenja e kundërt e ujorit. Pra ju e keni këtë energjinë e agresivitetit e keni larg dhe kjo ju bën t'jeni më të tërhequr, t'jeni më pasiv, t'jeni më tolerant. Por shikoj që disa gjëra duhet të ndryshojnë, me patjetër. Ju e dini dhe vetë që ka ardhur momenti se nuk funksionojnë disa gjëra, janë ndoshta edhe mënyra se si kanë shkuar, nuk ka një bazë të qëndrueshme, mund të jenë probleme që janë mbledhur, akumuluar, po vetë keni frikë nga ndryshimi. Vetë keni frikë t'ja filloni nga e para, nga e panjohura, i mbaheni akoma kësaj, sikur tamam ju mungon guximi për ta bërë diçka, ju mungon ajo energjia për tu shtyrë, për tu hedhur, për thonë okay, do ta marr një risk, do ta marr një vendim, një iniciativë. Po është shumë më mirë që ti vetë ta pranosh ndryshimin, transformimin, sesa të ngurtësohesh, të presësh dhe në momentin që shpërthen, pastaj shpërthen në diçka që është shumë mund të kaloj në dhunë, në agresivitet, mund të kaloj në diçka shumë më të madhe. Prandaj pranoje këtë ndryshim, gradualisht merr hapat e nevojshëm që të duhet që gjërat të lëvizin në drejtimin e duhur. Mos e blloko veten tënde dhe mos e ndryv veten tënde duke në ato momente ku ndoshta duhet thuash diçka, duhet luftosh për të drejtat e tua, të tërhiqesh edhe të jesh pasive. Duhet bëni edhe shumë kujdes kur jeni në udhëtime ku ose jepni ju vetë makinës ose jep dikush tjetër, po përpiquni që të jeni brenda rregullave të shpejtësisë, që të jeni sa më të kujdesshëm, që gjithmonë të keni ripën e sigurimit, se kjo letër më tregon që mund të gjendeni edhe në një situatë ku do të friksoheni, nuk do të ndodhë diçka në sensin e një aksidenti, po mund të jeni afër apo mund të jeni në një situatë ku trembeni, do të shpëtoni pa dëme, pa probleme, po do t'ju krijoj një gjendje shoku, një gjendje frike kjo. Jo të gjithë ujorët sigurisht, po është një energji që mund të ndodhë për disa ujorë për shkak të kësaj letre, prandaj bëni kujdes kur jepni vetë makinës, siç u thash edhe me persona të tjerë. Dhe them këtë sepse në javën e dytë unë shikoj që mund të keni pak nga ngjarja, mund të keni pak edhe frikra që janë të mbartura, që mund të kthehen në një lloj akthi, mund të keni ëndra që ju duket sikur përplaseni apo sikur jeni afër duke u përplasur me një makinë tjetër. Mund të keni, këto janë si pasojë e ngjarjes disa ujorë edhe në javën e dytë do të keni disa frikra që janë të shtuara, disa pasiguri, disa paranoja. Ndërkohë për pjesën tjetër, është shumë e rëndësishme që t'i kushtoni rëndësi intuitës tuaj, jo vetëm logjikës ujor, sepse ju me mendje i arsyetoni gjërat, ujorët mendojnë shumë, i shtjelloni në mendjen tuaj të gjitha versionet e mundshme, por ka informacione që janë të fshehta që ju nuk i dini, që dikush ose po ju gënjen, ose po ju tregon diçka komplet ndryshe nga ajo çfarë është realisht, që ju po ta zbuloni të vërtetën, mund të merrni një vendim komplet tjetër. Prandaj jo vetëm ana arsyeja logjika ajo çfarë shikoni me sy, po kushtojini rëndësi intuitës, çfarë ti ndjen, çfarë parandjenje të krijohet, çfarë ëndre ke, nëse ke një ëndër që lidhet me situatën ku duhet të ndryshoj diçka me një person të caktuar,
që merr një mesazh ose të krijohet një lloj parandjenje, je duke biseduar me dikë, të krijohet një lloj ndjesie, të krijohet një lloj parandjenje, sikur ti e di që ka një gjë tjetër. Të gjitha këto janë të dhëna mjaft të rëndësishme që po të ndihmojnë që ti të çlirohesh nga kjo ngarkesë fort emocionale që ke, që ti t'jesh më i qetë dhe është një formë komunikimi që do të vi nga universi, nga ëngjëjt e tu mbrojtës, për të orientuar që shiko se ky person është problemi, apo kështu është e vërteta, do t'i marrësh nëpërmjet, siç thash, ëndrave, parandjenjave, situatave të rastësishme që mund të krijohen. Java e tretë është një javë shërimi, është një javë ku shikoj që çfarë ka ndodhur në të shkuarën, do filloni ta lini pas, nuk do fokusoheni më tek pjesa e po sikur gjërat të kishin shkuar në një formë tjetër, po sikur jeta të kishte marrë një rrjet tjetër. Jo, tani do të fokusoheni tek e tashmja, që është shumë e rëndësishme për ju, dhe e ardhmja në gjërat që doni të realizoni. Po ndjeni më mirë, më të çliruar nga ana emocionale, po e pranoni këtë ndryshim, sepse pesa është energjia e ndryshimit, po e pranoni këtë ndryshim, këtë situatë që ka rrjedhur në këtë formë, mendoni që gjithçka po ndodh në momentin e duhur, në kohën e duhur, ju shoh të çliruar, shikoj që diçka më e mirë do të vi për ju, po lini pas njerëz që i keni pasur shumë për zemër dhe situata që i keni dashur vërtet, mundet të ketë bëj për disa ujor me një çështje që është dikush i familjes i përfshirë, është një person shoqërisë tuaj i përfshirë, është një person që ju keni pasur një raport dashurie, mund të jetë një situatë e ndryshme për ujor të ndryshëm, po është një gjë që e keni dashur shumë dhe ti e pranon që ndonjëherë gjërat thjesht nuk funksionojnë, nuk janë për të mirën tënde dhe ti je gati për të kaluar në fazën tjetër, ku jep vetes një shans për të provuar dashurinë sërish apo për të krijuar raporte që janë më të mira, më të shëndetshme, që përshtaten me ty në këtë fazë, në këtë stadë të jetës që ti je. Dhe java e fundit është një javë suksesi, është një javë fitori, është një javë arritje, realizimi ujor, është një javë shumë e bukur, shumë pozitive. Ju do të arrini një sukses ku ky sukses do të jetë i dukshëm, do të jetë i qartë dhe do të gëzoheni jashtë mase. Dhe ju shikoj përpara një audience. Pra do të merrni vlerësim nga e prorët tuaj, mund të merrni edhe nga kolegët për një realizim, nga klientët nëse punoni me klient, nëse keni biznesin tuaj, mund të jetë edhe dikush një ujor që arrin status edhe nëpërmjet një audiencë të krijuar në rrjetet sociale apo merrni pjesë në televizion, në një program të caktuar dhe jeni përpara syrit të publikut. Pra është diçka për të cilën ju ndjeni mjaft mirë, keni punuar shumë, keni bërë të pamundurën, ka qenë diçka që ka pas shumë një lloj gare, një lloj konkurrence, ka pas edhe persona të tjerë që kanë dashur të njëjtën gjë dhe ti arrin këtë fitore dhe një krenari, një lumturi e madhe, fati po të shpërblen për durimin tënd, për punën e palodhur, për sakrificat e tua, ti po merr atë çfarë ti meriton, atë çfarë ty të takon. Dhe kjo do t'ju ndikoj jashtëmase pozitivisht tek pjesa e konfidencës, sepse kemi atë shprehjen që themi Zoti me një dorë të hedh, me dorën tjetër të pret. Kjo është balanca e universit, që është dualiteti e mira dhe e keqja, pra edhe pse mund të jesh në një fazë që ti nga njëra anë ke tension, nuk ndihesh mirë, ke pakënaqësi, ke hatërmbetje, ke ndjenja të mbledhura të akumuluara, nga ana tjetër ti fiton diçka, nga ana tjetër ti arrin një sukses, arrin një të mirë, e bardha dhe e zeza, pra dualiteti, arrin diçka që ty të ngrej, që ty të jep atë sigurinë që ti ke nevojë, atë besimin që ke nevojë, për të pasur motivimin që tani të bësh ndryshimin e duhur. Deri në fund të majit do ndihesh komplet ndryshe.
nga fillimi i muajit deri në fund do jesh një person komplet tjetër, mënyra se si e shikon gjërat, siguria që ke në vete, shumë gjëra do të ndryshojnë dhe atë transformimi që ke hezituar për ta bërë do ta arrish, të marrësh hapat drejt ndryshimeve të nevojshme, se edhe ti e di vetë që ka ardhur momenti, ka ardhur koha. Në një nga gjërat që nga mesazhet që marr nga letra e orakullit, nga orakulli i gjelbër, është cleansing, pastrimi. Pastrimi, energjia e limonit, kemi numrin 7, 7 lidhet 2 plus 5, 7, 7 lidhet me një zhvillim nga ana spirituale, por edhe mos kesh frikë të jesh vetëm. Kjo është shumë e rëndësishme ujor, të mos keni frikë të jeni vetëm, sepse ashtu siç disa persona largohen nga jeta juaj, ashtu edhe persona të tjerë vinë. Mos keni frikën që ndoshta s'kam një person rreth e rrotull, s'kam shoqëri apo s'kam dashuri, jo. Ka ardhur momenti për një pastrim, cleansing. Jo më kot është edhe energjia e limonëve, sepse limonat shërbejnë për këtë edhe në aspektin e metabolizmit, uji me limon që shërben për të pastruar pjesën e brendshme, mund ta bëni si ndoshta edhe si një lloj rituali gjatë të gjithë muajit maj, ku bëni vetë një lloj detoksi të brendshëm, çdo ditë kur zgjoheni, pini një gotë ujë me limon, mundet edhe ta përdorni si nga ana metaforike, si një formë për të pastruar gjithçka rreth rrotull jush, që të bëheni gati për këtë transformim, gjërat që nuk funksionojnë, gjërat që u bllokojnë, gjërat të cilat nuk janë në këtë energji që jeni në këto momente, për të se shikoj që ka dhe shumë theme, ka dhe shumë fjalë, ka dhe njerëz të cilët janë të papjekur që ndikojnë në këto situatat e mërzisë, të tensionit, po keni besim që çdo gjë po ndodh në kohën e duhur. Vetëm dëgjoni intuitën, zojuni suksesit që do të realizoni në fund të muajit dhe lejoni gjërat të cilat duhet të shemben, strukturat që duhet të shemben, që s'kan një bazë të fortë, që të shemben në mënyrë që ju të keni mundësi të ndërtoni diçka tjetër, diçka më të bukur, qoftë në aspektin emocional, qoftë në aspektin familjar, qoftë në aspektin shoqëror, në çdo drejtim ujor, çdo gjë po ndodh për të mirën tuaj. Bëni pastrimin e nevojshëm, ju rekomandoj të bëni edhe banjo shpirtërore, do të ishte shumë mirë gjatë muajit maj, që të largoni negativitetin, stresin, sidomos në këtë javën e parë dhe të dytë ku do të ndjeni këtë që vloni së brendshmi dhe nuk i thoni dot disa gjëra, nuk doni të bëni debate, nuk doni të bëni shere, kjo do të jetë shumë e rëndësishme që të bëni banjo shpirtërore për të relaksuar, për të pastruar energjinë tuaj edhe për të larguar syrin e keq që themi. Mos harroni që banjo shpirtërore mund ta gjeni, kam 2 video në YouTube që e shpjegoj se si mund ta realizoni vetë në kushtet e shtëpisë, thjesht kërkoni banjo shpirtërore Golden Truth Tarot dhe aty mund ta gjeni videon. Okej, ujor, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për muajin maj. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe, që mos u mbisni videot e ardhshme. Ju falenderoj, ju uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.